Edhe në qoftë se neve do të referoheshim pak në mësimit ose nga fillimi i kapitullit, mësojmë shumë gjëra. Një nga arsyet që unë kam dëshirë që të lexoj të gjithë kapitullin nga vargjet ku referohet edhe mësimi është pikërisht sepse të jep një ide më të qartë se çfarë po ndodh, edhe pse ka ardhur pikërisht autori me këtë lloj mendimi. Për shembull, në atë kohë ishte që në kombin e Izraelit ishte zakon që u kërkua nga Perëndia që të rrethprite, ose siç neve kemi këtë versionet. Por është diçka që kërkohej nga Perëndia në fillim përpara se të vinte Krishti. Ndërkohë që tani që ka ardhur, që erdhi Krishti, u kryqëzua Krishti, u ringjall, ka ndryshuar kërkesë llogaria. Jo sepse ajo nuk ishte e rëndësishme, por pali i thoti dhe i bën krahasimin. Shikojmë, nëse juve do të vazhdoni të qëndroni me ligjin, me urdhrin e vjetër, qëndroni. Por në mënyrë që të qëndroni atje duhet ta zbatoni ligjin një për një. Që do të thotë nëse nga gjëja më e vogël përpara Perëndisë quhesh mëkatar. Për shembull, nëse ti gënjen, mashtron, ose sepse ka dhe ato shkallët që njerëzit sot e gjykojnë gënjeshtër e bardhë, gënjeshtër e zezë, kështu me radhë. Por përpara Perëndisë quhesh i tillë. Edhe Perëndia thot, shiko, në qoftë se ti do të ndjekësh ligjin, atëherë do ta ndjekësh një për një. Edhe në këtë lloj mënyre do të kesh nevojë që të ofrosh sakrifica. Për Testamentin e Ri me Jezusin nuk është e nevojshme, sepse Jezusi ishte sakrifica jote. Dhe tashmë neve na kërkohet që të jetojmë jetë të perëndishme, por në mënyrë të tillë ne gjatë rrugës bëjmë gabime, sepse është një progres për të ndryshuar plotësisht. Por ta veni re, pali këtu po na ashtu si thuash, na ve përballë dy realiteteve të ndryshme, që e para është realiteti i jetës së mishit që neve lexuam vargjet 19 dhe 20. Pastaj kemi vargun 22 që përmbledh frytin e frymës. Është diçka që është e plot, është paket, nuk mund ta ndash që të thuash kjo është e para edhe pastaj gjitha me radhë. Nuk mund të ndalesh vetëm tek njëra, por i ketë nevojshme të gjitha. Ky tekst është një pasqyrë ku secili prej nesh duhet të shohë. Dhe neve do të ndalemi pikërisht se kujdes, neve tham fryti, nuk tham frytet. Edhe pyetja lind, apo shihet ky fryt në jetën time? Apo reflekton jeta ime natyrën e frymës së shenjtë? Pali pra thot që fryti është në numrin 1, jo frytet, është një unitet shpirtëror i prodhuar nga fryma e shenjtë. Pra nuk vjen nga forcat tona, por nga veprimi i Zotit brenda nesh. E keni dhënë re për kufizimet njerëzore. Në qoftë se një person tregohet më shumë i dashur se ç'është, po ta shikosh, për shembull, Jezusin në një nga mësimet e tij thot, nëse dikush i qëllon në një faqe, ktheni faqen tjetër. Dhe ne deri këtu jemi në rregull tek pjesa e parë, ne themi mos luaj dikë, mos i bjer njeriu në qafë, në qoftë se të ra pastaj bjesh. Edhe nëse dikush vjen na bie në qafë, edhe na qëllon dhe ne i faqen tjetër, si do të shikohemi ne nga bota? Ti që ke pa, po ti, fara i kisha të dur ta qëlloje ti kërcisi edhe ti një? Pra nëse neve kalojmë në ekstremin tjetër, pra, të themi që të praktikojmë ligjin ose fjalën e Zotit, neve quhemi të rritur nga mend e kokës. Nëse neve kërkojmë Perëndim
më shumë se sa të shkërkojmë marrëdhënie, mblidhen së bashku, adhurojnë Zotin, nga bota mund cilësohen në këtë lloj mënyre. Nuk e ka i vit mangut, e ka një vit mangut. Diçka nuk shkon me dhe. Dhe kjo gjë tregon se ku jemi ne. Po ta shikosh gjërat e mirë, gjërat e botës na kërkojnë neve, ose thuash përkufizimi i botës na kërkon ne një sjellje të tillë që është për te realitetit. Edhe kur këtu po vjen e thrasin dashuria, thot Perëndia, të jetë pa kushte. Dashuria agape. Pse? Sepse Perëndia na dëshiron neve të jemi të tillë, njerëz që flasim dhe japim Perëndis maksimumin ton. Në qoftë se neve japim maksimumin ton, është për te realitetit të botës. Po ta shikosh, neve ndonjëherë ndihemi të kujdesshëm, bëhemi të kujdesshëm, ose ndonjëherë ndihemi dhe të friksuar, ose pikërisht nga kjo, pra ndihemi të friksuar për paragjykime. Edhe mënyrën se si neve flasim për tek njerëzit, se si t'ja shpjegojmë çështjen e besimit ton, ndonjëherë tregojmë të kujdesshëm edhe t'ja japim me fjalë të kuptueshme, të pranueshme, të përtypshëm për personin. Kurse ka disa që i bjen shkurt, ti çeke. Dashuria pra të jetë pa kushte, thot Pali, tek Romakët kapitulli 5, vargu 8, thot, por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Pra dashuri pa kushte, pa patur ndonjë kërkesë mbrapsht. Gëzim, një gëzim i thellë, jo i varur nga rrethanët. Tek Filipianët kapitulli 4, Pali thot pikërisht dhe gjë. Gëzoni gjithnjë në Zotin, po ju them përsëri gëzohuni. Gëzohesh në Zotin nuk do të thot për situatën që është për jashtë në botë që na rrethon neve. Situata që na rrethon neve mund të jetë të vështira. Edhe më e bukura përsëri, nëse neve tentojmë që ta shprehim këtë në publik. Për shembull, unë jam i gëzuar sepse jam në Zotin gjithmonë, edhe Zoti është në mua gjithmonë për shkak të Krishtit. Por nëse neve tentojmë dhe të themi edhe të jemi të gëzuar dhe të buzëqeshur ku një rrethan neve na. Edhe kur jemi të gëzuar do të thotë që Zotin e kemi krah, por gjithashtu do na ndihmoj që të përballemi dhe me rrethanat tona të vështira. Sepse mund të jetë e sikletshme momenti dhe neve do na duket shumë e vështirë. Për shembull, ansi para 2 javësh, Teodora, edhe qelloi fundjavë, premte në darkë, të shtunën e gdhim aty edhe të dielën e gdhim po aty, por na thanë që duhej operacion. Dhe fundjava ishte shumë e vështirë. Meraku ishte, sepse fjala operacion është fjalë e madhe. Edhe ne nuk e dinim se çfarë na priste, pyetëm në spital privat, pyetëm te ushtaraku, edhe na thanë që nga e hana nga e marra ata. Por ishte puna që nuk priset, sepse ajo është fot kënjom edhe ngjitet shpejt. Ndodhi që Zoti bëri që aty ishin doktorë roje që ishin njerëz përgatitur, ortoped, edhe anestezisi, po gjithashtu, dhe ndodhi që u poqën gjitha gjërat bashkë për mirë, po për ne ishte shumë e vështirë, për ne ishte errësirë plotësisht. Edhe në ato momente nuk ishte, domethënë të po jam i gëzuar. Dinim diçka
pavarësisht ne që e besojmë këtë, e kemi, nuk e di, mase e them unë tani, e kemi pak më të theksuar, e kemi, më thënë, e kemi të ngulitur, ose e kemi të sigurt që Perëndia është me ne. Këtë e dinim që Perëndia ishte me ne në atë moment. Por nuk e dinim se si do vepron. Edhe ndodhi që doktorët bën më të mirën, nuk bën ndërhyrje prerje kirurgjikale që ishte akoma më e rrezikshme, sepse nuk ishte nevoja. Pra kërkonte edhe në qoftë se neve do ta lejonim, do të ndodhte kjo dhe të kishte komplikacione më të mëdha. Sepse aty kalonin damarët, artere kryesore, nervat që mund të bllokonte. Edhe kjo është ajo gjë që neve duhet të na gëzojë. Do të ketë momente ti jemi të sinqert gjithashtu që duhet përgatitemi që Zoti nuk vepron. Pra është e kuptueshme që Perëndia pret radhë parë, neve duhet të kuptojmë që Perëndia është me ne gjithkohë. Paqja është një qetësi dhe pajtim me Perëndin përmes Krishtit. Radhës së parë, që është shumë e rëndësishme, është neve duhet mësojmë që të kemi paqe me Zotin. Për të patur paqe me Perëndin, neve vim ta kemi këtë përmes Krishtit. Në momenti që ne jemi pagëzuar dhe kemi marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë, kemi marrë faljen prej Perëndis, kjo është hapi kryesor. Hapi i dytë kryesor është gjithashtu që të kemi paqe dhe me njerëzit që na rrethojnë. Pali tek Romakët, kapitulli 5 në vazhdim thot: jetoni në paqe vëllezërit e mi, për aq kohë sa është në dorën tuaj. Pra ne nuk duhet të jemi që të zgjedhim luftë. Është e vështirë sepse në qoftë se ti kur si shkon në shtëpi i lodhur i raskapitur dhe në shtëpi të kërkohet ndihmë, ti nuk e kthen me ngritje zëri. Por ndihmon sa ke mundësi. Kur je në punë, kur dikush të bie në qafë, këto janë fjalë të bukura që po flasim, ti ja kthen, por jo me të njëjtën monedhë siç po ta kthen ai ose ajo, ose po të sulmon në ato moment. Më e mira është, siç themi neve shqiptarët, ta rrahësh tjetrin me pambuk. Domethënë, ti thuash të vërtetën, por në mënyrë të hishme, edhe është në dorën e tij ose të saj që ta pranojë këtë realitet. Po njerëzit ndonjëherë bëhen hakmarrës, kanë ego, edhe hipokrizia është në kumb. Edhe për shkak të krenarisë dhe fodullakut, njerëzit nuk e shikojnë dot budallikun e vet, gabimin që janë duke bërë për të sulmojnë akoma më shumë. Durimi është aftësia për të pritur, për të duruar me besim. Jakobi kapitulli 5 vargu 7-8. Është diçka shumë e rëndësishme që neve të kuptojmë që Perëndia është me ne. Edhe shpesh herë neve kemi bërë edhe shaka që kujdes kur lutemi për durim, sepse Perëndia kur neve lutemi për durim do të na çojë përpara situatave të tilla për të na përgatitur për këtë gjë. Ti nuk mund të bëhesh doktor nëse ti nuk shkon të studiosh. Unë hyra në biseda me këta doktorët ortopedë dhe njërin nga ata ishte edhe i madh në moshë, por që bënte studime akoma, bënte trajnime akoma, konte edhe jashtë shtetit, madje dhe librat që blente ishin të shtrenjtë dhe hynin në biseda të tilla, pra që ishin shumë të shtrenjtë. Edhe ortopedia e mësova aty, është një nga degët e mjekësisë, pra, që është paktën sipas doktorit, që është 14 herë më e shtrenjtë se sa një tjetër. Pra ne në balë të vështirësive dhe problemeve shëndetësore që ne kemi, ne mësojmë shumë gjëra. Do të vijë me një problem tjetër shëndetësor dhe doktorit tjetër do thoshte të njëjtën gjë që kjo
Kjo është akoma më e shtrenjtë, por ajo çfarë bën të kuptosh është që duhet kohë, duhet trajnime që ti të përmirësohesh në X fushë. E njëjta gjë edhe Perëndia këtë gjë e din shumë mirë me njerëzit, por i kërkon që ti të japësh më të mirën tënde. Kur ti duron, kur ti përballesh me situata të tilla, neve përsëri e kemi një limit. Ja, unë për shembull me durimin e kam si punë e saj shkrepsas. Duket sikur duroj, jam gjatë kohës të adhurimit nuk është e hishme që të shkëputet, mua më vreti çika ajo, çfarë po bëjnë fëmijët, kush e di se çfarë po bëjnë. Por ja që e kam këtë lloj problemi, juve e keni vënë re këtë dhe nuk ju bën përshtypje. jemi si të shtëpisë, jemi si të familjes te kjo gjë dhe e dim. Por ama është një mirëkuptim, është i natyrshëm mirëkuptimi nga ana juaj. Nuk është diçka çfarë fare ky, na ofendoj. Ka dhe nga këta ekstremet fare. Ngrihen dhe largohen dhe nga pjesa e adhurimit. Ose me fëmijët, unë e kam vënë re dhe mirëkuptimin tuaj me fëmijët të tjerë thonë, çfarë edukat e jep ka fëmijës. Këto janë disa shpjegime që nuk është e nevojshme, fëmija do marri aq sa merr në ato momente të ndryshme. Tani fëmijët janë të rritur, kuptojnë më shumë dhe dëgjojnë më shumë. Por ama nuk janë akoma në nivelin ton që kuptojnë. Kurse neve kemi këtë pjesë. Fëmijët kanë një gjë të bukur dhe të interesante, sepse Jezusi i tha, lejoni fëmijët të vinë tek unë. Neve nuk themi dot për shembull që më çave kokën, pushose po flet kot në kot, kurse fëmijët e thonë. Të paktën djemtë e mi e thonë, pushose që ka lodhshme, na e shpife fare. Është e hishme, është me kulturë, është edukat, më mirë Jezusi thot, Perëndia thot, më mirë thuaj të vërtetën dhe mos u shtir se sa shtiresh. Perëndia e thot këtë gjë, mos u shtir me mua. Tek Isaia, Perëndia i thot njerëzve, ç'i duan këto ofertat e juaja, ku në zemër jeni të shtirur? Ç'i duan këtë realitet, ç'i duan këtë lloj marrëdhënie, ç'i duan këtë lloj të kohë adhurimi që juve po tentoni të më adhuroni. E thash gjithë këtë shembull që të kuptojmë, ne nuk më intereson të kjo pjesa me fëmijët, e kuptoj këtë gjë që duhet punoj më shumë, por ama e solla si shembull, si ilustrim që të kuptojmë që ne nuk duhet jemi të shtirur përpara Perëndisë. Nuk është e nevojshme, Perëndia e di këtë gjë. Tek Psalmi 139, Perëndia psalmisti aty shkruan, Perëndia thotë ti e di kur unë ngrihem, kur unë ulem, kur unë ngrihem. Ti e di thotë fjalët e mia përpara se ato të dalin nga buzët e mia. Pra Perëndia di çdo gjë dhe Perëndia kërkon cilëtërsinë te kjo pjesë, kërkon më të mirën tonë te kjo pjesë. Është një progres. Ne mund të bëjmë gabime të tjera, por ajo çfarë është e rëndësishme të jemi të sinqertë, të drejt për drejt me Perëndin. Kemi profet shumë të mëdhenj që Perëndia i bëri të kuptonin. Kemi profetin Jona. Perëndia e dërgoi, shko dhe fol tek Nineveu, tha që ata tha të kthehen. Sepse ata meritojnë të vdesin gjithë. Jona, profeti Jona, po të lexosh Jona është shumë e bukur, 3 kapitull ka. Po ta lexosh atë, Jona nuk donte që ata të shpëtohesh, por donte që të shkatërrohen, të shikonte që digjesh, se Perëndia e bëri të ditur që do të shkatërrohen, do të digjen. Edhe Jona që bënte tivën, urra, le të digjen, përvlohen. Perëndia e bëri atë që të kuptonte, e futi në barkun në një peshku të madh për 3 ditë. Jona u lut dhe tha, mirë, tha, dakor, ta pranoj, tha, detyrën që më ke caktuar, do shkoj, tha, që të flas në Nineveu, edhe shkoj më në fund, se unë po i bie shkurt, edhe mënyra se si ai foli, i foli shumë ashpër,
juve tha meritoni vdekje, ju do të përvloheni, ju jeni të dënuar në sytë e Perëndisë. Por Zoti i kishte përgatitur edhe pse ishin të ligjë. Zoti i bëri që zemrat e tyre të ishin të buta dhe që të pranonin, që të dëgjonin fjalën. Dhe kur e dëgjuan këto fjalë, tha çfarë kemi bërë. Edhe i kërkuan Zotit falje dhe u kthyen. Jo, na përsëri nuk i pëlqeu kjo gjë. Pra ne mund të jemi si profeti Jona që themi nuk më pëlqen. Edhe Jona e tha, unë nuk i dua ata, nuk dua të shkoj tek ata. Por ja tha, edhe Zoti e bëri atë që e ita të shkonte. Mojsiu nuk do të shkonte të nxirrte kombin e Izraelit nga Egjipti. Nxorri çdo lloj justifikimi të mundshëm. Në fund tha, po mua nga të goja, tha, unë nuk jam i aftë tha, që të flasë me fjalë bukura, me fjalë të mëdha. Mos u mërzit tha. Nuk ja shëroi gojën të folur, por i dërgoi vllajën e tij Aronin. Aroni ishte më elekuent në mënyrën e të folur. I dërgoi. Ne kur përballemi ose ja shprehim Perëndis këtë lloj acarimi ose mërzitje Perëndis, jemi të sinqertë, por nuk shtiremi do të shkojmë në kishë sot, ë? Që ta kontrolloj Zoti që ka shnuar që Altini shkojë në kishë sot, në adhuri. Që do Perëndia të lloj? Ai Perëndia po kërkon pikërisht atë cilësinë tënde. Më mirë, shajte rri 10 minuta si person edhe kaq kam, kaq duroj, se sa të rrish 45 minuta ose 1 orë sa shkon koha e adhurimit këtu edhe fillosh të shfryesh negativisht. Unë nuk po them se e kam parë të këto gjëra me ju, po thjesht po ju them se sa e rëndësishme është qëndërsia përpara Zotit. Kemi Perëndia na nxjerr përpara gjithashtu edhe mirësia, bamirësia e të ndihmuarit. Kjo gjërat më elementare, më të thjeshta që na bëjnë neve human ose njerëzor. Të kemi të japim është shumë e rëndësishme përpara syrit të Perëndis. Jo të kemi të japim në mënyrë që kur të kemi të japim, por të kemi dëshirën për të dhënë edhe në momentet tona më të ku neve e konsiderojmë të vështira. Perëndia e din këtë gjë. Butësia është forca e kontrolluar për të patur një shpirt të përulur. E keni vënë re, një kafsh nuk quhet e dobishme, për shembull, një kafsh nuk quhet i dobishëm kur është në fushë për njeriu. Por quhet i dobishëm kur i ve samarin, i ve frerin, edhe ti e përdor dhe e kontrollon ata, që të shkosh diku. Neve kemi avancuar tani, kemi makinën, nëse do të po të shikosh një makinë që është e parkuar për një kohë shumë të gjatë aty dhe që i kanë rënë goma. Çfarë mendojmë neve? Mendojmë që i ka ardhur fundi, pra nuk quhet e dobishme më. Quhet varreza. Ose si e le këtë zotëria këtu në rrugë. Pra bëhet e përdorshme, bëhet e dobishme kur ne e përdorim. Pra kur ne përdorim frymën tonë ose e kontrollojmë frymën tonë në mënyrë të tillë që të jetë e përulur edhe t'i bindet Perëndis, atëherë ne bëhemi të dobishëm në sytë e Zotit. Nuk do të thotë dobishëm në kuptimin atë nuk e di më vulgarin të mundshëm, por i dobishëm sepse Perëndia na ka dhënë jetën, frymën e jetës, edhe dëshiron për ne që të përdoret në mënyrë të hijshme dhe në mënyrë të perëndishme. Dhe të përmbrajtja, disiplina shpirtërore që na ruan nga tundimi. Pra neve zgjedhim çdo ditë që mos të bëjmë apo që të bëjmë gjëra që janë të hijshme ose që nuk janë të hijshme. Pra ne e kontrollojmë veten tonë çdo ditë. Për shembull, kur ne tani jemi në një moshë që kujdesemi mënyrën e të ngrënë.
një nga sfidat e mia është që të zgjedh që mos të ha. Edhe ndonjëherë ndihem si puna e atij qeni që është i lidhur me zinxhir, i kanë dhënë gjithë ato ushqime të mira aty përpara, edhe ai që vjen edhe dullohet sipas zinxhirit dhe kunjis që nuk han dot. Pra, ndonjëherë duhet të zgjedhim që të kontrollojmë të dëshirat tonë mishore që ndonjëherë do na dërgojnë në shkatërrim. Ashtu siç kujdesemi për trupin tonë fizik, për mënyrën e të ushqyerit që të jemi të kujdesshëm, ashtu duhet të zgjedhim të jemi të kujdesshëm edhe për anën pirtërore. Pra të zgjedhim që të kontrollojmë veten tonë çdo ditë është shumë e rëndësishme, sepse Perëndia këtë dëshiron. Unë dëshiroj edhe një herë që të lexojmë vargun 22 te Galatasit. Fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjerësia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe të përmbajtja. Pali, po ta shikosh, të paktën mënyra se si e ka përshkruar Pali frytin e frymës është dashuria e para. Dhe në fund është vetë përmbajtja, ose disa përkthime thonë vetë kontrolli. Pra të jemi të dashur dhe të kontrollojmë veten tonë, edhe këto po ti analizosh akoma më thellë, janë aq shumë të ndërlidhura së bashku sa nuk mund të shkojnë pa njëra tjetrën. Janë aq shumë të lidhura së bashku sa nuk mund të shkojnë pa njëra tjetrën. Vetë kontrolli, vetë përmbajtja është shumë e rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Është sepse nëse ti vetë përmbahesh, çfarë të kërkon që të tregosh? Të tregosh dashurinë. Edhe nuk po flasi për dashuri të botës, por dashuri të sinqertë, dashuri agape, dashuri sakrifikuese. Fryti i frymës pra është jeta e Kristit tek ne. Jezus i tha, me këtë lavdërohet Tati im, që ju të jepni shumë fryt. Gjoni 15 vargu 8. Lutja jonë, Zot, mbush na me frymën tënde që të jetojmë sipas fjalës tënde. Kjo është një lutje shumë e shkurtër, e thjeshtë, domethënëse, që nëse neve lejojmë që fryma e Perëndisë të jetë tek ne dhe të punojmë me ne, ne mund të jetojmë sipas fjalës së Perëndisë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush.